Shpejt se sta pret punat, vendosi mikrofonin, sot showbizi ishte I qetë fare, sa kam ardhur nga Durrësit e I Xhupin, ashtu dhe sa mblova në shtëpi, por më erdhi një informacion, sikur njëri nga dy djemt nga Kosova meriton mjekiqi, ose Azem Gagica, pjesëmarrës njëri në Big Brother VIP Albania, tjetri në Big Brother VIP Kosova, pjesëmarrës dhe në filmin që po prodhon Rike Roci dhe Eriola Doçi janë bashkë aty me Uldedën dhe të tjerë aktor, kanë vendosur të tërhiqen, jo vetëm kaq, nuk dihet se cili me eksaktësi, por kanë vendosur të tërhiqen dhe kanë kërkuar nga produksioni që t'i priten skenat e tyre, sepse nuk e di çfarë ka ndodhur me eksaktësi. Pikërisht për këtë do flasim duke treguar paksa edhe një informacion që na vjen nga producentja kryesore e filmit Rike Roci, çfarë ka ndodhur vërtet dhe çfarë mund të jetë arsyeja që ka bërë të tërhiqet njëri nga dy djemt, pra pikërisht nga filmi I shumë pritur, sepse është një film është hera e parë që një vajzë e cila është bërë e njohur nga Big Brotheri, edhe me njerëz të thjesht, edhe me njerëz të famshëm, është bërë e njohur Rike Roci, pra është përfolur shumë në showbizin shqiptar. Dhe nga Big Brotheri bëri një kapërcim, le të themi, cilësor, sepse ka vendosur që të prodhojë një film. Filmi është aksion. Ne kemi parë trailerin e filmit dhe filmi flet pikërisht për ADN. Bëhet fjalë për dy motra, por më shumë nuk dihet. Dihet ajo që është një film me tensione, është një film ndryshe, të gjithë kemi menduar se mund të ishte një komedi seksi, sepse të dy vajzat që janë kryesorë aty, edhe Rike Roci, edhe Eriola Doçi, njihen si ikona seksi të televizioneve shqiptare, edhe janë shumë të ndjekur në rrjetet sociale, shumë të përfolura, ekstremisht të përfolura, me të vërteta dhe të pa të vërteta, siç janë edhe lajmet roz që vinë pikërisht nga showbizi shqiptar. Në fillim menduam se do të ishte një film komedi, por jo. Është një film aksion, traileri ka dalë, ka mbledhur deri tani qindra mijëra shikime, ka një interes. Me miqësi dhe entourazhin e tyre kam përshtypjen se kinemaja do të jetë plot, jo vetëm në premier, po edhe më pas. Filmi është ADN. Në film kanë marrë pjesë dhe ne kemi parë një skem puthjesh, e kemi transmetuar, shkruar dhe në portalin Kryefjala, Eriola Doçi dhe Meriton Mjekiqi kanë një skem puthje, por jo vetëm kaq. Duket se një skem intime, ndoshta janë të lidhur në personazhe gjëra të tilla si këto, është edhe Rike me Azem Gagica në rastin konkret. Çfarë ka ndodhur pra? Me sa duket, historia që do tregohet aty brenda, mes dy motrave me probleme, me gjëra të aktualitetit, përfshihet brenda kronika sociale, kronika roz, po ndoshta edhe kronika e zezë, gjithçka aty dalin armët në një moment duke u referuar trailerit, por me sa duket, gjërat nuk kanë shkuar kaq shumë në fije sa që mendohet se do të shkonin në një film, kur duhet thënë se është një film I bërë kryesisht mes miqve. Miqësia është midis Eriolës dhe Rikes, e konfirmuar edhe në Big Brother, e shtyrë më shumë edhe në Big Brother, por miqësi është edhe Rikes midis Meritonit. Tani, kjo gjë nuk dihet me saktësi. Mesazhi që solli Rikja është një mesazh që nuk thot asgjë, por thot edhe diçka. Rikja nuk ka mohuar pyetjen time. Unë kam thënë, çfarë ka ndodhur në film? Është e vërtetë që Meritoni ose Azemi kanë vendosur të tërhiqen nga filmi, jo vetëm kaq, por të tërheqin dhe praninë e tyre në skenat e xhiruara, që është një kosto për produksionin. Pra, nëse një aktor tërhiqet, hiqen të gjitha planet me ato aktor dhe duhen xhiruar edhe një herë, realizuar edhe një herë nga fillimi dhe është një kosto shumë e madhe. Ne morëm vesh pikërisht vetëm kaq pra, që ka patur një ngërç me njërin nga dy djemt dhe produksioni për çështjen e disa skenave. Por, nëse është Meritoni apo Azemi, këtë gjë jemi ende duke e hetuar. Rikja nga ana tjetër dha një përgjigje politikisht korrekte, tha jam shumë e zënë, të lutem më lër me këto pyetje, sepse jam në një periudhë stresuese, normal, siç është çdo produksion filmi, aq më shumë që Rika ka filmin e parë dhe stresi është në maksimum sepse nuk është e thjeshtë të realizosh një gjë të tillë. Por ne donim të dinim tani kush do të tërhiqet nga filmi ose të paktën kush ka kërcënuar me tërheqje, është Meriton Mjekiqi apo Azem Gagica. Këtë nuk e di me saktësi. Në fillim, thashë themi erdhi sikur ishte Meritoni për çështjen e disa skenave intime, disa gjëra të tilla si këto, por më pas një informacion I dytë e shembi informacionin e parë dhe thanë që prisni pak sepse nuk është Meritoni ai që ka pretendime, po kush që ka ky tjetri, sepse
ne nuk e dinim që në film kishte një skenë midis së Azemit dhe Rikes. Surprizë pra. Të gjithë mendoni se skena dhe çifti i filmit është Meritoni dhe Eriola, por jo, është edhe një çift i dytë. Është një lloj suksesshëm, një lloj i përfolur, një lloj do të bëjnë zhurmë, siç bëri puthja e Meritonit me Eriolën, është Rikja me Azemin. Dhe aty filluam të dyshojmë, mos është Azemi djali i cili ka pretenduar që do të riqet nga filmi, por problemi është që një aktor, ku mbaron xhirimet, të riqet nga filmi dhe nuk merr pjesë në, paguhet edhe shlyhen ato detyrimet ekonomike. Pjesa tjetër është që ai nuk merr pjesë në promocionin e filmit, Por nëse thashë themi është i vërtet që aktori apo aktoria që të riqet nga një film pretendon që të priten të gjitha skenat e këtij filmi, atëherë bie që po bëhet një dëm shumë i madh. Rike nuk konfirmoi, por nga ana tjetër, Rikja nuk tha që Jolti nuk është e vërtet, këto janë shpifje, nuk po ndodh asgjë, gjithçka shkon për mrekulli dhe asnjë nga aktorët në fjalë, as Meritoni dhe as Azemi nuk ka ngritur një pretendim të tillë, kështu që unë në emër të produksionit po të jap përgjigje, duke qenë se ti do e përdorësh këtë në blogun tënd në YouTube, që kjo gjë nuk ka ndodhur. Pra, nuk kemi patur asnjë reagim zyrtar që thot Jolti, nga Rike Roci, producentja e filmit, as Meritoni dhe as Azemi nuk pretendojnë të riqen nga filmi dhe të priten skenat e tyre nga filmi. Rika dha një përgjigje evazive që ishte Olti të lutem, njihemi shumë mirë se Rika është dursake na bashkon qyteti i lindjes, edhe kemi njohje të vjetër, përmendi pikërisht origjinën tonë dhe tha të lutem, jam shumë e stresuar, më lër nga këto ngacmime, nga këto pyetje, sepse në fakt do të ishte një skup shumë i madh nëse kjo do të ishte e vërtet. Nuk erdhi asnjë përgjigje mohuese nga Rikja. Pra, mos duhet të dyshojmë se vërtet ka një gjë të tillë dhe fakti që thotë Rikja jam e stresuar me filmin, mos është pjesë e stresit përveç produksionit, edhe fakti që njëri nga aktorët ka thënë duhet të zhdukem dhe të bëhet filmi pa mua, që i bie që filmi ka mbaruar, filmi ka dalë në trailer, djemtë janë në trailer, pra është në trailer edhe Meritoni është edhe Azem Galica, kështu që Azem Gagica, ndjes. Atëherë, ai që bën dëm në rastin konkret, duam ta ndiejmë se cili mund të jetë nga të dy. Por nga ana tjetër mund të jetë edhe një tërheqje e butë, do thotë thjesht do të riqem nga promocioni, nuk do vi aty ku do promovohet filmi dhe nga ana tjetër çdo gjë ecën për mrekulli. Thjesht nuk dua që skenat e mia të jenë në këtë film. Atëherë i bie që ky është një pretendim me një kosto shumë të lartë, sepse i bie të xhirohen edhe një herë skenat. Nëse filmi pa filluar ende, po na bën që të flasim shumë, pretendime të tilla nuk kishim dëgjuar ndonjëherë. Ka ndodhur gjëra të tilla, po ka ndodhur në filma të mëdhenj ku është pretenduar që një aktor të riqet ose aktorët ka ndodhur një aksident, është ndarë nga jeta, gjëra të tilla si këto, siç ka qenë me filmin Korbi, ku u nda nga jeta para se të mbaronte filmi, aktori kryesor vdiq dhe humbi jetën tragjikisht. Ka patur kosto të mëdha të produksionit për xhiruar dhe një herë nga fillimi, por kjo ka ndodhur edhe me një film shqiptar për i thyer më duket me Sander Prosin që ndodhi diçka, ka dhe historia e kinematografisë shqiptare një gjë të tillë. Por që aktorët jenë shëndoshë mirë dhe të riqen, kjo është hera e parë që e kemi dëgjuar këtu në Shqipëri.